Të nderuar shikues, ju përshëndes edhe një mbrëmje spektakolare e basketbollit kosovar. Është kjo ndeshja e 4 e serisë gjysmëfinale në play-offin e Pro Kredit në Superligës së basketbollit kosovar. Trepça u heq 2-1 në seri, ndërsa Sikal Prishtina do tentojë sot që të barazojë serinë për shkuar kjo seri pra në përballjen e 5 gjysmëfinale. Dojnë tjetër gjysmëfinal, po ashtu është 2-1. Mirë po në favorin e Bashkimit. Ambienti është fantastik në pallatin e rinisë sporteve. Presim një ballafaqe, një shfaqje si që din të na japin këta dy gjigantë basketbollit kosovar. Tani ju njoftoj edhe me përbërjet e të dyja skuadrave tek Prishtina, Tarant, Malbashiq, Lekëndreja Janjeva, Carter, Sheqiri, Shosha, Ismaili, Clark, Rugova, Davis e Binqe, trajner. Pako Olmos në anën tjetër. Trepça ka këtë përbërje. Gashi, Kanter, Grin, Tuna, Medu Junior, Tumusic, Hajrizi, Mbajer, Sferati, Kastrati, Koton e Dardan Kapiti, trajner Adis Beqir Agiqi. Në për pak shanse, do të kemi edhe peshët startuese. Prishtina do nisë përballjen me Riki Tarant, Malbashiq, Lekëndreja Janjeva e Carter, ndërsa peshja startuese e Trepçës përbëhet nga Grin, Hajrizi, Majer, Serion Kastrati, Tekele, Koton. Tre përballje super interesante pam deri tash në këtë seri gjysmëfinale. Dueli i fundit përfundoi me shifrat 67-61. Mirë po, që do të bëhet mend nga ai ballavaqem Çeretli i 4 ku realizuan vetëm 14 pikë. 9 i shënoi Trepça e vetëm 5 Sikal Prishtina, dhe pas asaj përballje të tretë ku është ballavaqemi numër 4 i kësaj serie gjysmëfinale. Janë kaltër e bardhë ata që do të tentojnë që të barazojnë gjithçka pas 4 ndeshjeve, dhe përballja e fundit të zhvillohet në Minatori, ndërkohë jemi duke parë në grafik peshën startuese të Sikal Prishtinës. Bën teksohet fakti që Sikor nuk është ftuar për këtë ballavaqem nga trajneri Olmos. Në vendin e tij është pra Jordan Davis. Në përbërje është edhe Olin Carter. Në ndeshja e vikendit të kaluar, e cila u fituan nga Trepça 67-61 tek Mitrovica, se të Majer si ishte më efikasi me 15 pike, 8 kërcime. Në anën tjetër tek Sikal Prishtina, Donte Clark edhe njerë shkëlqeu në pavillin e kryeqytetit, se duke realizuar 18 pike, shtuar 2-4 në kërcime e asistime. Si vjet, pra duke përfshirë edhe këto përballjet e play-offit, gjithsejt 7 ndeshje janë zhvilluar. Bilanci është në anën e kaltër e bardhë me 4 fitore, ndërsa 3 duele tjera i ka fituar skuadra Mitrovicase, ndërsa që nga viti 2013 64 duele të zhvilluara ndërmjet Sikal Prishtinës e Trepçës, 45 fitore kryeqytetasit, ndërsa 19 fitore i ka skuadra Mitrovica, që gjithçka është gati për fillimin e këtij ballavaqemi. Ja dhe gjyqtarët e përballjes, Ventislav Velikov, Robert Vikliki e janë Ballun. Ambienti fantastik në kryeqytet, siç ishte edhe në 2 ndeshjet e zhvilluara në Minatori. Gjithçka shkoi i mbarë, shpresojmë që mbarë do të shkojë deri në ndeshjen e fundit të finales së madhe të këtij edicioni.
Në çdo moment presim fillimin e përballjes. Kujtoj të ndërruar shikues rezultatet e 3 ndeshjeve të para të kësaj serie gjysmëfinale. Po shohim edhe tabelën e përsipër 2-1 në ndeshjen e bashkimin, 2-1 Trepça. Nesër do të zhvillohet dueli 4 në çiftin tjetër gjysmëfinal. Theksojmë njerë Trepça fitoi duelin e parë në Mitrovic 80-65, dueli i kthimit këtu 90-83 pas vazhdimeve, ndërsa ndeshja e fundit e zhvilluar në Mitrovic pra vikendin e kaluar u mbyll me shifrat 67 me 61. Ja ku është dhe Adis Beqiragiqi. E tani është radha e himnit kombëtar. Tani do të filloj spektakli në Pallatin e Rinisë së Sporteve në kryeqytet. Përballja e gjigantëve të basketbollit kosovar. Si Kal Prishtina dhe Trepça. Sigurisht që të dyja palët janë të motivuara për këtë ballavaçim. Po shohim edhe kolegun Agon Femiu, i cili është i pranishëm në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në kryeqytet për të përcjellur nga afër këtë përballje. Nisë dueli. Kanë vendasit përkrojën shumë të madhe të tifozëve, njëjtë sikur se pati Trepça në 2 ndeshjet e zhvilluara në Minatori. Njerë do të luftojnë për top. E përshojmë aksioni i parë është i mysafirve, Michael Green. Myers, Michael Green, Hajrize, dueli time Lekëndreaj, Michael Green nga distanca gjuan s'ka shërim, topi përmundon dhe Rashid Malbashic. Malbashic, Daniel Lekëndreaj nga distanca, nuk ka shërim, topi do t'jetë për mysafirët. Lekëndreaj në ndeshjen e kaluar nuk pati asnjë pikë të realizuar. Nuk është në formën e tij më të mirë në play-off. Michael Green. Tek Lekoto, një prej më të mirëve tek Trepça në 3 ndeshjet e kaluara. Ja, tek Lekoto deri në fund shkon dhe shënon pikët e para në këtë përballje. I realizojnë mysafirët. Malbashic, Daniel Lekëndreaj. Lekëndreaj për Malbashic. Muhamed Ali Janjeva, ja tentimin nga distanca. Treshe e Riki Tarant. Tani kundërshton me shpejt. Nuk ka shënim nga Kastrati, mirë po është ndalur në mënyrë të palejueshme. Edhe njerë pasim shumë i mirë nga Janjeva për Riki Tarant. Në avantazh vendasit. Rio Kastrati në vjen e gjuajtjeve të lira. Isak në tentimin e parë. Baras 3 rezultati. Edhe njerë Isak të Rion Kastrati në avantazh Trepça 4-3. Lekëndreaj i lirë po thuaj se Janjeva kthehen shpejt Myers e Hajrizi.
Muhamet Ali Janjeva, Rashid Mahal Bashic, tjetër dueli ti me Majers. Lek Ndrejaj, lëvizje mirë ti, Mahal Bashic. Tentimi nuk koshën e mirë, po topi shkon tek Tekele Koton. Tekele Koton nuk realizon mirë, po aty është Majers. 6-3 rezultati, pikët e para për Majers në këtë ballavazhim. Oli Carter për Janjevan. Lek Ndrejaj, Carter, Tarant. Mahal Bashic për Riki Tarant. E cele faulohet nga Drilon Ajrize. Realizoi dreshe me të startuar për balja Riki Tarant. E cele faulo është rikthyer në përbërjen e skuadrës pasi nuk është i pranishëm në dy duelet e fundit. Realizohet në gjuetjen e parë të lirë Riki Tarant. Edhe njeri sak, 5 pikë të Tarant. Në pikët e Sikal Prishtinës i ka realizuar Tarant. Tekele Koton, Michael Green, Drilon Ajrizi nga këndi gjuan dhe shënon. 9-5 rezultati. Tarant. Olin Carter për Riki Tarant. Daniel Lek Ndrejaj, nuk e ka guximin që të gjuaj për 3. Rashid Mahal Bashic kërkon bashkëtar të lirë. Tjetër duel me Majers i shkurtër me atë gjuajtje. Mahal Bashic. Tekele Koton nuk ka shën e mirë, po ka faul shkaktuar. 4+ për mysafirët. Edhe njerë të shohim faulin e shkaktuar nga Janjeva. Tekele Koton vjen e gjuajtjeve të lira i sak në tentimin e parë. Koton është në kotën e 3 pikëve dhe në Michael Green akoma nuk ka arritur që të realizoj nga peshja startuese Mitrovicasve. Edhe erën e dytë realizon Koton 4 pikë të tij. 6+ për mysafirët. 11-5. Janjeva. Riki Tarant, Lek Ndrejaj e mban skuadrën në fazën e fundit, mirë po të shohim. Ka ndërhyrje të parregullt. As pak i qetë. Paco Olmos. Kaj topin e lojë. Olin Carter. Fantastik ishte në ndeshjen e dytë të zhvilluar në këto palestër. Riki Tarant. Nuk ka rinë që të realizoj me topin Kastrati. Erion Kastrati. Faulli është i Daniel Lek Ndrejajt. Daniel Lek Ndrejaj shkakton personalin e parë. Në një faul e kanë edhe Janjeva e Carter tek Sikal Prishtina. Ndërsa te Trepça me një personal është ndëshkuar vetëm Ajrizi. Drilon Ajrizi, Michael Green, Tekele Koton, Green. Nuk gjuan për 3, vendos që deportoj, mirë pas koshën e merr topin Lek Ndrejaj. Riki Tarant, e ngrit dorën me njerë Kastrati. Është faulli i tij. Shohim edhe njerë. Faulin Riki Tarant. Edhe për Kastratin është faulli i parë. Ashtu të jetë rezultatin 11-5 në favorin e Trepçës. Rashid Mahal Bashic. Gjua nuk ka shërem, dosur mirë në mbrojtje. Majers i cili shkon deri në fund. Nuk ka faul shkaktuar. Super mbrojtje Sikal Prishtinës.
Tarant për Janjevën, Mohamed Ali Janjeva, s'ka shënim për 3. Niset Myers, Kastrati, Erion Kastrati. Realizon me gabim personal Erion Kastrati, i cili qojmë është në kuotën e 4 pikve. Është kërkuar time out nga Paco Olmos. 13-5 rezultati kanë kaluar 4 minutat e para të përballjes. Teksohet fakti që tek Sigal Prishtina vetëm Riki Tarant ka arritur që të realizojë madje gjitha pikët 5. Në anën tjetër tek Trepça vetëm Michael Green nuk ka shënuar nga pesja startuese e skuadrës. 4 pikë e ka Koton, 4 Kastrati, 3 Hajrizi, 2 Myers. 13-5 rezultati. Janë të saktë mysafirët nga viaxhurit e lira 4-4. 100% edhe Sigal Prishtina nga viaxhurit e lira 2-2. Për 3 pikë 3-1 Sigal Prishtina, 2-1 Trepça. Për 2 pikë asnjëherë nuk ka shënuar Sigal Prishtina, i ka 4 tentime deri tash, ndërsa Trepça 3 herë ka qëlluar për 2 pikë pas 6 tentimeve apo 50% efikasitet. Një quajtje e lirë për Erion Kastratin. 13-5 rezultati. Realizon Erion Kastrati, bëhet më efikasit tek Trepça me 5 pikë të realizuara. 14-5 rezultati. Niset Tarant. Rashid Mal Bashish. Tarant. Olin Carter. Olin Carter, distanca e largët, s'ka shënim. Topi takon Myers, mirë po gampon më pastaj, nuk arriti që të pasoj për Hajrizin. Pas 32 lojë mbetur në çerekun e parë. Carter, sakt për Mahal Bashichin. Daniel Këndrejaj për 3 Gjuan dhe shënon. Është treshe e Daniel Këndrejajt. Bëhet lojtari 2 që shënon pikë tek Sigal Prishtina. Basketbolisti Shkodran, tentim ka Myers, ka optoven atje, pateloshe. Rashid Mal Bashish. Pa fol shkaktuar nga Michael Myers. 14-8 rezultati. Tarant. Rukova. Daniel Këndrejaj. Mal Bashish. Mal Bashish virohet për mrekullin nga Myers. Pikën e para të Mal Bashishit. Një seri prej 5-0 Sigal Prishtinës. Myers, pozita shumë e vështirë. Nuk ka shënim, mirë po është ndërhyrje e pa rregull te Mal Bashishit. Me vjetë në favorin e mysafirve. Në njerë përshojmë aksionin e pak më pashëm. Përshojmë në njerë momentin e shënimit të Treshës nga Daniel Këndrejaj. Myers në vjen e gjuajtur të lira. Michael Myers
2 pikë ka shënuar. Qollon tentimin e parë. Herën e dytë i sakt Majers, 3 pikë në total. 15-10 rezultati në favorin e ekipit mysafir. Riki Tarant. Lekëndrea i provon për 3 dhe shënon. Tryshe Daniel Lekëndreajt. E dytë arresht vetëm 2+ për Mitrovicasit. Erion Kastrati e dobet quajtja. Luk për top. Djetë për Venoset, ja dhe reagimet e Paco Olmos, të 2 trajnerët janë duke kërkuar maksimumin nga basketbolistët në parket. Kryenisën aksion Venoset, 4 minuta 8 sekonda lojë në shëregun e parë. 15-13 rezultati në favorin e zetarve. Tarant Rodirua mirë po Olin 4 pasoj për Malbashis. Tani është Riki Tarant. Rugova Malbashis dueli ti tani me Kapitin. Ako është Kapiti. Shojmë në njerë duelin. Modrot në lojë tani Donte Clark në super form gjatë këti play-offi. Rritur gjatë në rastet caktuara për efikasiteti të ti. Mbaj skuadrën në ritmin e lojës. Malbashis nuk realizon. Pati mundësin Rashid Malbashis që të barazoj shifrat. Michael Green. Ajrize, Michael Green. Dhe është e Fisnik Rugovës. Pisi që shkakton dëryrën e parë të palejueshme. Kjo është momenti. Michael Green vjen e quajtjeve të lira. Akoma asnjë pikë, ti ka 3 asistime. Pika e parë për të sonte. 37. Lojën vetu në këtë qerek të parë. Michael Green qëllon edhe herën e dytë. 3+ për mysafirët. 17-14 Donte Clark. Rugova. Olin Carter. Daniel Lekëndreaj për 3 gjuan. S'ka shënem. Saldat për cena tje. Tekele Koton. Në kërcimit i në fasën e mbrojtjes. Mikailet Music. Në të parë në lojë. Tekele Koton. Abe loja për Michael Green. Michael Green.
Drilon Ajrisin ka distanca gjuan, treshe e Drilonit. Dytë dhe pikshat Drilon Ajrisit nga 2 centime sa ka deri tash. 20-14. Donte Clark ka kapuar i pavëmendshëm ishte. Gjatë këtij çereku Trepsha pati avantazh deri në +9. Pam 3 pikë në shënuar nga Kajrize. Shkova kushuar paksa dalje në Këndrejaj, cile ka realizuar 6 pikë, 2 treshe, 4 tentime i ka nga distanca. Michael Green gjuan, i saktë është edhe njerë Green. 4 pikë të ti. 22-14 rezultatin në favorin e ekipit Musafir. Da më shojmë këtë tentim nga Jordan Davis i pasakt. Michael Green. Dy minutat e fundit të çerekut të parë. Michael Green. Ajrizi, Drilon Ajrizi për 3, nuk shënon kësaj radhe. Pasimi përpara në drejtim të Fisnik Rrugovës. Ndërpretat pasim Drilon Ajrizi. Loj do t'i kodrot, Semi Hunter largot. Ajrizi. Driloni që i ka 6 pikë të shënuar, edhe është momentalisht më efikasi tek ekipi i tij. Ja, tani ky tentim shënon Dion Sheqiri. Pikët e para në ndeshje të Sheqirit. 22-16. Ja, ky pasim mjaft i mirë dhe Kapiti realizon. Donte Clark. Ja, ky tentim i pasakt, i pafat, mund të them thjesht ishte Donte Clark. Njëzët e 4-16. Minuta e fundit e çerekut parë, po shohim atje. Ka fol shkaktuar. Njëzët e 4-16 tek Lekoton vjen e gjyre të tjera i saktë është. Tek Lekoton 5 pikë. 3-3 nga kjo pozit. Katër, dyeri saktë dhe kësaj radhe. Njëzët e 6-16 avantazhi më i lartë i Trepshës. Donte Clark. Lekdreaj. Rashid Mahal Pashi, çfarë pasimi mirë, çfarë asistimi për Jordan Davis. Jordan Davis shënon pikët e para. Michael Green.
Mikaile Tmusic! 3 pikësh nga Tmusic, janë pikët e para të tij në ndeshje. 29-18. Donte Clark gjuan për 2 pikë, s'ka shënim. E qohem, përmundon këtu çereku i parë. 29-18. Rezultatin në favorin e Trepçës. Tek Trepça në 10 minutat e para më produktive ishte Kajrizi me 6 pikat sa ka realizuar edhe Tekele Koton 5 piki. Shtoi Kastrati 4, Michael Green anën tjetër të kryet qytetasit vetëm 3-4 lojtarë në fakt kanë shënuar pik. Më produktiv Lek Ndrejaj me 2-3 apo 6 pik të shënuara. Riki Tarant i ka 5 pik. 3 pikë mal bashkë që 2 të tjera Sheqiri. Një 10 minutësh i parë ku që nga fillimi e pati iniciativën skuadra Një Safire. Si ka Prishtina arriti që ta ngushtoj disavantazhin në vetëm 1 pikë, mirë po. Pas edhe tjetër seri e mirë Mitrovicas me të cilët kanë plus 11 pas çereku të parë. E që është e përsia më e lartë e skuadrës së trajnerit Adis Beqirakic deri tash në këtë përballje. Do të startoj çereku i dytë. Zoni parë 10 minutës e dytë është i Trepçës. Do të liqet nga Michael Green, Medun Junior. Tmusic për Semi Kanter, i cili nuk realizon mirë për pam kërcimin e Medut Junior, i cili gjuan nga distanca, nuk ka shënim. Në i lartin e kërcim Dardan Kapiti. Mikaile Tmusic, super lëvizje, mirë po nuk ishte efikas me atë gjuajtje. Green provon dhe shënon. Për 31-18, 6 pikë të Michael Green. Rugova. Davis për Daniel Lek Ndrejaj. Edhe njerë qëllon nga distanca. Basketbolisti Shkodra 9 pikë, 3 risakt. Mikaile Tmusic. Mikaile Tmusic për Dardan Kapitin, i cili nuk shënon. Nërë topin Lek Ndrejaj. Ka fond shkaktuar nga Mikaile Tmusic. Të kthej topin e loj Jordan Davis. Një me 21 rezultati. Plus 10 për mysafirët. Përsia me lartë Trepçës ishte plus 13.
pastrohet paksa parketi. Vazhdoj të jetë për Sigal Prishtinën. Davis për Donte Clark. Rashid Mahal Bashic nuk koshën e mirë pa. Është foli shkaktuar nga Kapiti. Shkaktuar timeout nga Adis Beqiragiqi. Rezultate momental në çerekun e dytë të shtreve 2 në favorin e Vendasve, ndërkohë mysafirët e mbyllën 10 minutin e parë 29 me 18 aktualisht tek Sigal Prishtina. Daniel Lekndreja është më efikasi me 9.3 treshën nga 5 centime. 5 pikë ka shtuar Tara, në anën tjetër tek Trepça. 3 më efikasët të cilët kanë realizuar pikë identike nga Gjark secili Michael Green, Hajrize e Tekele Koton. Vire gjyre të lira Mahal Bashic. E sakt në gjyre në partë të lirë 4 pikë të Rashid Mahal Bashicit. I ka dhe 2 kërcime, 3 asistime. Edhe erën e dytë shënon nga vjetë gjyre të lira Rashid Mahal Bashic 4-3 nga kjo pozit. Tekele Koton, Kapiti, Mikaile Tmusic për 3 gjuan, nuk ka shënim. Top topin Mahal Bashic me njerë pasoj për Jordan Davis. Sigrukova. Jordan Davis, va pasimi mirë për Mahal Bashic. Donte Clark. Jordan Davis heziton që të gjuaj për 3 e bënje që të tillë dhe shënon. Pritënia 26 rezultati. Mikaile Tmusic. Mbrojtje mire e Rugovës. Tmusic. Mikaile Tmusic për Kapitin. Nër topin Medut Junior. Shojmë mbrojtje mire Vendasve. Ndarkohet Medut Junior, njëjtë sikur se Kapiti rikthehen në lojë. Majers e Hajrize. 31-26-33. Lojë mbetur në pjesën e parë. Donte Clark. Daniel Lekndreja, superlevizje ti Lekndreja. Nuk qëllon për 3. Dobi përmundon tek Medut Junior. Majers, Medut Junior nuk komplikon arrin që të realizoj. Janë pikët e para të Medut Juniorit. 33-26 rezultati edhe 7 minuta lojë në pjesën e parë. Lekndreja. Mahal Bashic për Jordan Davis. Jordan Davis. Pasimi nuk ishte edhe shumë i mirë për Mahal Bashicin. Tekele Koton realizon me gabim personal.
8 pikë tek edhe Kotonit e ka edhe një të lirë në dispozicion. 4-4 është nga vija gjyrive të lira deri tash tek edhe Koton. 35-26. Tek edhe Koton realizohet nga vija gjyrive të lira 3 pikë nga aksioni i fundit i Trepshës. 36-26, 6-45. Ka mbetur lojë në çerikun e dytë. Olin Carter. Ricky Tarrant. Pisnik Rugova. Muhamet Ali Anieva për Ricky Tarrant. E ka ndërhyrët pa rregullt nga Medu Junior. Në vjen e gjyrive të lira do të jetë Ricky Tarrant, basketbollisti i cili deri tash ka 5 pikë e një asistim. Qëllon nga vija gjyrive të lira, tentimi i 2 thyeri saktë. Edhe herën e dytë shënon Tarrant, 7 pikë të tij. 3-3 nga vija gjyrive të lira, 100% efikas. Tek edhe Koton. Koton për Myers. Michael Myers me super ngulitje përfundon aksionin e Trepshës. 38-28. Tarrant. Janieva. Muhamet Ali Janieva për 2 pikë të gjuajtja. Ska shënim Tarrant. Pisnik Rugova nga distanca provon në shtryshe e Pisnik Rugovës. Por më së paku pritët nga Pisja i mbledh forcën dhe provon për të realizuar për 3. Nuk funksionon kombinimi Mitrovicas. Mikail Tmosic ka këndërire të palejueshme. 5-32 lojë mbetur në pjesën e parë. Janieva këtën topin e lojë. Pasimi për Ricky Tarrant. Malbashic. Pisnik Rugova. Pisnik Rugova dhe njerë provon nga distanca i pasakt. Merr topin Myers. Mikail Tmosic. Tekele. Koton provon i pasakt. Kërcim në sulm nga Medu Junior. Mirë po e ka shkelur bien atje. Vetet 30-38. 7 pikë avantazh për Mitrovicasit, të cilët në këtë pjesë të parë përsi më të lartë e patën prej plus 13 pikëve. Ricky Tarrant. Ricky Tarrant lirohet, provon për 3, s'ka shënim. Mirë po, ka pol shkaktuar nga Medu Junior. Tarrant do t'i ketë në dispozicion 3 gjuajtje të lira. Ngargohet Tmosic. Po ashtu dhe Medu Junior i kthehet në lojë kastrati së bashku me Michael Greenin. E tek Sigal Prishtina në lojë do t'jetë Shoshaj. Tarrant
realizon pas është nga kjo pozitë sot. Edhe dy të lira e ka Ricky Tarrant. Edhe një plus të tjetë, po se ndërhyrja ishte jashtë vijës për 3. Ojo, ishte ndërhyrja brenda në trapezit. Se në çfarë mënyre rëshqitja atje Michael Green 38-33 rezultati 4 minuta e 46 sekonda ka mbetur në pjesën e parë. Pra Tarrant i pati 2 të lira dhe jo 3. Edhe rëshqitja në ndërhyrja ishte nga jashtë vijës për 3. Ja Kastrati Shënon Erion Kastrati është në kuotën e 7 pikëve. 40-33. Mahal Bashic, Muhamet Ali Janjeva ka pol shkaktuar. Tjetër ndërhyrje pa rregullt. Olin Carter kësaj radhe do të jetë në vjen e quajtur më të lira. Olin Carter i cili sa po shënoi pikën e parë në këtë ndeshje. 40-34. Edhe herën e dytë realizon Olin Carter 2 pikë të tjerë. Plus pas për Trepçan. Michael Green, Tekele Koton. Mbrojtje mire Shoshajt. Nisën vënësit me Ricky Tarrant. Ricky Tarrant është ndërhyrje pa rregullt nga Michael Myers. Michael Myers ngarkohet me faullin e dytë. Katër 10-35. Ricky Tarrant deri tash 6 ka vija gjyri dhe lira 100% produktiv. E vazhdon efikasitetin e 100%. 7-7 nga vija gjyri dhe lira Ricky Tarrant. 8-8 nga kjo pozit Tarrant. 40-37. Michael Green, presioni Shoshajt. Mirë po topi do të vazhdoj të jetë akoma në pronësinë e Mitrovicasve. Myers. Kastrati. Michael Green. Michael Green tenton, s'ka shërim. Mirë po ndalet në mënyrë të palejueshme. Shojmë njerë. Olin e Fatlin Shoshajt. Ringje që ngarkohet në faullin e parë. E Green në vjen e quajtjeve të mira. 3-3 është nga kjo pozitë dhe kjo 100% efikas. 7 pikë të tjerë. 4-4, 8 pikë të Michael Green. 42-37, rikthejnë përsia prej 5 pike e mysafirve. Tarrant. Ricky Tarrant nga distanca. Treshe Tarrant. 14 pikë të tjerë. Është lojtari i parë që ka realizuar pikë të shifrore.
42 me 43-26. Lojë mbetur në pjesën e parë. Hajrize, Dekele Koton. Koton, Dekele Koton, blokohet në momentin e fundit. Topi do të vazhdoj të jetë për mysafirët. 42-43 minuta 15 sekunda ka mbetur lojë në pjesën e parë. Qytetarët janë duke diskutuar me tavolinë zyrtare. 3-15. Lojë mbetur në pjesën e parë. Myers merr topin. Mirë po gabon më pastaj. Ricky Tarrant. 2+ për mysafirët. Kontëririt pa rregullt nga Michael Green. Folli 2 për të. Tarrant edhe një në vire Gjuelio të lira. 8-8 është me efikasitet 100% i sakt. 9-9 tani 15 pikë të ti. Lojtari larg më efikas në këto 20 minutat e para të duelit. Edhe njerë i sakt. Ricky Tarrant 10-10 nga 10 Gjuelio të lira. Michael Green. Dekele Koton, nuk arrin që pondra me Myers. Olin Carter. Shka e barabart. Atentimi, nuk ka pik nga Tarrant. Pasimi për Hajrizin, drillon Hajrizin dalët. E gjenë Kastratin. Dekele Koton. E vizje mire Koton. Kastrati. 5 sekunda për të aksion të Mitrovicasve. Dhe është faulli i Shoshajt. Gjenska e barabart 42-42. Pas një gotë gjatë. Barazohet rezultati pas ati fillestar natyrisht. Kemi time-out. 2 minuta 19 sekunda. Ka mbetur lojë në pjesën e parë. Qereku i parë 29 me 18, i dyti 24 me 13. Gjithçka e barabart 42 me 42. Për 3 pikë. 7-3 Sigal Prishtina nga 12 tentime, ndërsa Trepça 9 herë ka tentuar, 3 herë ka qenë sakt për 2 pikë.
13-3 Sikal Prishtina, ndërsa Mysafir 17-10 nga Via Gjuari Udëlira. 14-13 Treqa 92% saktësi, ndërsa Sikal Prishtina nga Via Gjuari Udëlira 16-15 apo 93% të saktë. Ka përqindje lartë nga Via Gjuari Udëlira, si nga njëra poshtë dhe skuadra tjetër. Dë minuta 19 sekonda lojë ka mbetur në pjesën e parë. Kastrati kërkon Majers, përballë ka Rashid Mahalbashicin. Michael Myers shëron me gabim personal. Fauli i dytë për Rashid Mahalbashicin. Michael Myers është në kotën e 7 pikve. Atë ka shëruar dhe Kastrati, ndërsa më efikasi tek Trepqa është tek Lekoton me 9 pikë ka Trino Najrize. 10 pikë. Në fakt 6 pikë nga Myers, ndërsa Kotoni është shumë afër që të realizoj pikë dy shifrore. Tek kryeqytetasit një gjë të tillë ka bërë Ricky Tarrant, që ka 16 pikë të shënuara. Donte Clark. Janjeva për Tarrant. Shoshaj. Donte Clark nga pozita qendrore quan. Donte Clark pikët e para të tij në ndeshje, gjithçka para Zellenier. 45 me 45. Trinarise lo për top. Shojmë. Këtë tjetë për Vënosit. Njerë përshojmë 3 pikshin realizuar nga Donte Clark, cili u laj lirë. 86 sekonda ka mbetur deri në fund të pjesës së parë. Janjeva për Ricky Tarrant. Donte Clark. Ricky Tarrant nga distanca, s'ka shënim, topi shkon tek Kastrati, tek Lekoton. Vje tek Lekoton. Najrize nga bojnë sërish basketbolistët Mysafir. Tarrant për Donte Clark. Tre pikë ka të shënuar Donte Clark. Një treshe realizoj se qasë më herët jashtë. Shoshaj provon nga këndi. S'ka shënim, topin e merë tek Lekoton. Erion Kastrati. Shojmë. Do të vazhdoj të jetë për Trepqën. Dy gjojnë të lira për Kastratin.
piki ka 3-3 është nga kjo pozit. Kuqja pare ti sot ka vija gjuajtjeve të lira. Erën e dytë të qëllon Elion Kastrati, 8 pikë i 4 shënuara. Atë sa kanë realizuar Myers e Michael Green. 32 presje, 5 lojë mbetur në pjesën e parë. Tarant organizon sulmin e ri të Sigal Prishtinës. Ricky Tarant, Donte Clark, Iga Konde, Ricky Tarant i pasakt, larë kërcen edhe njerë. Myers, kërcimi ti, numër 8, 7 në mbrojtje. Tekele Koton. Tekele Koton, pukur për Myers. I cili me ngulitje përmendon aksionin, 10 pikë të Myers. Gati pari që shëron pikë 2 shifrore. Tek Trepça është kërkuar time out. Shohim edhe njerë. Gjithë menduan që Tekele Koton do të provoj për të shënuar mirë, po e pasë ishte i lirë Myers. Pasoj për të ai cili arriti që të shënoj. Një presje 7 ka mbetur deri në mbyllje të pjesës së parë. Tani Myers ka 10 pikë e 8 kërcime, ndërkohë po i shohim në tabelë dhe statistikat e deri tanishme tek të dyja skuadrat. Shohim në kërcime Trepça shumë mirë me 23 kundrejt 8. Në asistime Prishtina më efikase. Apo jo, në asistime paras 11-11. Në topat e vjetër 5-1 për Sigal Prishtinën. 3+ për mysafirët, cilët e patën e përsin deri në plus 13. Pas gjithë shka pra shkoj më e nivelluar dhe ja të ne përshohem jemi kritisisht në finisht pjesë parë 3 pik avantaj për Mitrovicaset dhe më efikaset i pam në ekran gjitha statistikat e tyre. Kjo gjuajtje Donte Clark për paksa nuk realizojnë dhe këtu mbyllet pjesa e parë të ndëruar shikues. 48-45 në favorin e mysafirëve. Ishin mysafirëve ata që triumfuan në çerekun e parë 29-18. Çereku i dyti takoi Sigal Prishtinës 27-19. Kështu pas pjesës së parë lojtarët më efikas tek Sigal Prishtina janë Ricky Tarant me 16 pikë. 9 pikë i ka të realizuar Daniel Lekndrej, i cili realizoi 3-3-5 Rashid Mahal Bashic. Në anën tjetër tek Trepça 10 pikë Myers më efikasi, por i cili ka shtuar edhe 8 kërcime. 9 pikë Tekele Koton, gati Kastrati e Michael Green. Mos u largoni të nderuar shikues, vetëm pas pak minutash do të rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt për të përcjellur pjesën e dytë.